Ilir Vrenozi, figura që është kthyer në fenomen të rrjeteve sociale, ishte i ftuar në një studio televizive. Në stilin e tij karakteristik, Vrenozi hyri në studio duke kënduar "Përsëri ne humbëm", një mesazh që reflekton qasjen e tij pas humbjes së opozitës në zgjedhjet e 11 majit. "Jam i djathtë i lindur, por kur humb, duhet të vish me këmbë në tokë", u shpreh Vrenozi duke shtuar se një nga problemet kryesore të politikës shqiptare është paaftësia për të pranuar humbjen. Ai kritikoi bashkëpunimin e opozitës me Ilir Metën, duke e cilësuar si defektin e parë të së djathtës dhe kërkoi një rikthim të vlerave dhe fisnikërisë politike. Lidhur me refuzimin e ftesës për kafe nga kryeministri Edi Rama, Vrenozi tha me humor: "Kështu jam unë, jam pak i sëmur, nëse vjen te dera, do bie dera, do i them që nuk jam." Ai e përjashtoi mundësinë e bashkëpunimit me Ramën duke theksuar besnikërinë ndaj demokratëve. Megjithatë, u shpreh se nëse do ishte kontaktuar më herët për një podcast me kryeministrin, do e kishte pranuar për të thënë atë që mendon. "Tani që humbëm, po të më shohin me të, do thonë ushit", tha ai. Në fund nuk kurseu asnjë mesazh për leadershipin aktual të opozitës. "Nëse unë do isha në vend të doktor Berishës, do kisha ikur që në 2023-shin", e lexova votën e popullit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.